për ironinë të fatit, mos fol liftum, janë vesh me One Piece, po sot do folim, kam marrë të ftohtë special, që e kam pasur edhe 10 herë tjera këtu, po me zi ka prit vi kjo dita, se u ka bënë çik i vrypjan tash. Ka ardhur i vetmi këtu te ne, se ka tjerë shok të këtij që dinë më shumë, po që ky se pranon. Madhni, lart madhnia ti, Arlini. E me ku jeni më? Erdi dita qerosa. Ja, drejt, erdi dita ime. Shiko ç'a bë ky tash. Me këtë episod sot për shembull, që un jam bë komplet kontradiktor se kam ardhur me thik imagjinare në xhep, fake, për këtë që i bën kështu reporte. Lali ka vesh kapele. Eksakt. Ka vesh hudin. E kam shpirt mrena, edhe brejkët e shpi kam Naruto Lali. Naruto for life. Zot. Të vdeso. Ja ku është miku tem, se sot kena bënë ca arrudime të reja, e kena zboru. Kena ardhë me update. E ka kap dilli, e ka kap. Thej pak faqe. Sa ne duke të barë. Se i ke që pasat tjerë. Sot bitë shi, për nese pak rëndësika. Qëko Arlina të shi? Dje bitë shi, se sot. Mirë, dje, dhe sot. Si qikë sa për mjes. Të shi, ideja është tu. Ne kena voni video kështu, që kur e bo Bismillah Naruto, që në 2002-shin, që është nga të para të, po them anime që filloj diçka ndryshe, filloj realisht revolucionin në anime. Generatës së re, kryesisht nga e vjetra që ishte shumë e kalme. Po shiko, e vjetra tash nuk ishte shumë e kalme, thjesht llogarit që do të thënë Naruto nga këta të tjera, që po flas për masterpiece, nuk po të flas për Oli dhe Benji, që ishte e keqe, po s'kishte lidhje me këtë, flitet për 85-ën, 2000-shin po themi, kuptoj 15 vjeç, 15 vjet diferencë. Edhe kjo është e gjithë ideja që mësunë olla, morën shnime, hoqën gabimet që kishin bërë tjerët edhe bon, çfarë themon, fol vetë. Shiko, ka i gjë shumë kontradiktore, do thosha unë, që në startin e Narutos. Që do të thotë? Qa do të thotë? Kontradiktoria është kjo që një autor japonez ka bërë një anime e film zatimor si doni quajnë për kulturën kineze. Pse kulturën kineze? Ninjat janë kulturë kineze. Amone? Po. Samurajt janë japonezë? Samurajt janë kulturë japoneze dhe po ta vësh re, të vetmit samuraj që dalin këtu është Mifunia dhe klani i tij. Që kur bëhet ajo mbledhja e madhe e ninjave, domethënë këtyre kageve, që vjen Tobi aty bashkë me Sasuken, që është Mifunia si tokë neutrale. Shiko, bëjmë sqarim tash se ka i problem. Kina janë 2 miliard. Domethënë atëherë mund të kenë qenë më pak, po çfarë? Jo, Kina ka si kulturë. Dakor, po edhe Dragon Balli vet, që ka qenë para Narutos, prap Goku është Toriyama është frymëzuar nga miti aty majmunin që ishte. Po, Son Goku, po e ke edhe tek Naruto ti këtë, sepse ke demoni me 4 bishta. Son Goku për shembull. Po mirë pra, ajo është ideja e gjithë kësaj gjës që do Japonia ka atë mitologjinë e vet për shkon deri me farpike, pastaj Kina. Shiko, Japonia i ka fut zotat e vet, mitologjinë e vet i ka fut Tusijutsu. Amaterasu. Pra Amaterasu që është perëndia kryesore, bashkë me Izanami dhe Izanagi, këta dy janë perëndit kryesore, pastaj del Amaterasu, Susanoo, dalin tjera akoma më shumë, që kanë secili specifikën e vet. Ta fillojmë çik butshëm. Hajde, Kështu tomël fare. Ase unë jam pref për shërë sot lere. Ja, po mirë, përveç asaj se ata da lejmë shumë. Sot jam pref për shërë se ti e fan si Dragon Ball, e thjesht një qyrs si Naruto këtu, sa e ka nisë. Shifjeni pak fytyrën i lutem, edhe më thoni më. Ashtë. Fiksojnë mirë. Rrini këtu, Malliu Kasapi. Kam boja 2 muhabete sot, që sa fillosh bësh një gjë pikante, i them hiqja që të ngeli kështu. Ideja është këtu. Kur ke qa për herë të parë të Naruto. Hiq episodin e parë, i dytë që është ai që Naruto në shpëtoni Ruka e thot, sa ty kemi qatë gjithë, po goditja dytë. Do thosha tek Zabuza, që te misioni i parë. Qa thurë? Po. Që te vdekja e Hakut, ku Zabuza, do më thënë Naruto është duke qajt aty, është
moment që i thot, domethënë, si ka mundësi, ai dha gjithçka për ty, çdo gjë, jetën e vet, mundin, shërbeu gjithë jetën dhe ti nuk arrin të ndjesh, domethënë, një pikë dëmshurie. Domethënë, nëse kjo është vërtet bota e ninjave, bota e të rriturve, unë preferoj thot më mirë të mos jem pjesë e kësaj. Dhe është Zabuza aty duke qartë, i thot të lutem pusho. Mos më prek modi. Të lutem pusho, valla se nuk po e kupton dot se çfarë dhimbje kam. Shifi çik te ekrani. Kjo është pasaj e para, impakti i parë. Ky donte e urrente për diçka që ky nuk kishte faj si fëmijë. Po. Për diçka që e kishte brenda tij, pra ja dhan. Edhe kur si mallkim. Edhe kur e mendon se ka diçka se ka bën Dhe këtu ka marrë inspirimin dhe njerëzit emisioni jo. Njerëzit ka kjo teknik. Jo, ti s'u s'kam qenë këtu se. Po mirë, tash jemi bashkë. Do e kishim diskutuar, po të kisha qenë. Jemi bashkë. Nëse, shiko, të tregoj diçka për këtë pjesën e kësaj ku ky bonja 1000 ninja sa bën këto jutsu. 1000, over 1000 jutsu i Over bota. 1000 pa lem të i mishë rrugakosje. Disa episode më vonë, kur Jiraiya e merr Naruton që për ta stërvit, kur ishte i vogël, i bën unsealed, se kishte 2 seals jutsu që mos ta përdorte fare çakrën e Kuramas, e kupton? Edhe kur ka bën 1000 jutsu, këtu nuk ka qenë fare merit e Kuramas, po ka qenë vetëm merit e Narutos. Lutem kundërshtohet, më thuaj që kam gabim dhe më thuaj që shumica e njerëzve s'e kanë vënë re. Jo, këtu nuk ka lidhje silli, domethënë i dyfisht. Jo, po ajo nuk që ka kishte përdor çakrën e. Ka përdor. Jo, po ka përdor pa vetdije sepse shiko, Naruto në atë stad nuk kishte fuqi të bënte një klon. Pavarësisht se teknika që ai mësoi në akademi nuk ishte ndoshta aq detajuar sa çishte te kjo rrotulla sekrete, që kishte teknikat e ndaluara. Por prapse çakrën e Elpërsa i gjithmonë e përdorte në një masë më të vogël, por ama i pa vetdije e përdorte, sepse ja thot edhe Jiraiya kur trajnohen. E ke vënë re, domethënë që ti ke një sasi shumë të madhe çakre, pra pse ti mund të bësh 1000 klone dhe të tjerët jo. Dhe ai aty janë thjesht të paaftë dhe gabimet e autorit. Përpost asaj, kolegi dashur. Kupton ja si për shembull Goku te Dragon Balli, po do t'i hym më vonë asaj pjese. Do t'i hym më vonë asaj pjese. Tani i jepi njerëzve këta që se kanë parë ta fanatikët. Unë kam parë për vetë, kupton, nuk për te dashurisë që un kam për çdo anime të mundshme që është si Naruto, por që unë për herë i kam thonë këtu po këta prapë s'bin dakord me mua që unë nuk i ndaj dot që të thush vetë për vetë dytën dhe tretën, a kupton? Parë flasim. Por që ideja është, ore, pse duhet ta shohin njerëzit për shkak? Ja një arsye shumë bastarde. Po, fëmijët me prindërit me fëmijët, adoleshentët, sepse gjithë vëlla se kjo është për masën. Sepse Naruto kanë qendër familjen. Në mbar botën e kam thënë te episodi mos gaboj kur e kemi nis çdo hapin bashk, atëherë bashkë me Tomin dhe Stinin, që i përshnesim i përshnesim shumë çona. Luja dorë. Atë keqen. Ka në qendër familjen, por kryesisht mungesën e figurës atërore. Që do të thotë, po të shikosh në shumicën e personazheve, figura amësore është pak më në hije. Pra, tek Naruto e ndjen ai mungesën e kushinës, por kush është i pari që vjen del në skenë nga prindrit e Narutos? Del Minato. Dhe bonding që ai ka me Minaton, pra ai nuk ka marrë nga kushina, edhe si gen, domethënë paraqitje. Ka marrë për shumë nga Minato. Marrëdhënia për shembull e Shikamaros e ka me Shikakun. Marrëdhënia Azumos është me Sarutobin, është Konohamaru po prapë me Sarutobin. Por Azuma është çunë në Sarutobin. Po është djali i Sarutobit. Jo, rreth me pasti shkrej. I ndjes pasrin të dy. None. Ka qenë domethënë unë do thoja shumë është se du të dalë të kjo që ta përmbledh. Është një anime që e mban familjen shumë të lidhur. Fëmia këtu ka çfarë të mësoj dhe prindi ka çfarë të mësoj këtu, sepse një gabim pavarësisht rrethanave që bëri Minato, shikoje çfarë kosto e kishte për Naruto.
një fëmijëri që e kanë kaluar vetëm fëmijët e rritur në luftë. Futet Don Flamingon këtu tash, futi Don Flamingon, futi Don. Jo, Dofi ishte i pasur vlla. Dofi e shijoi jetën deri 12 vjeç. Futi shprehjen po. Mirë, m'fal. Atë se di unë jam shumë natyral, nuk jam çon koleg. Ora, e di çem ka pëlqyer më të Naruto për shembull, se unë shiko, përtej asaj që e kena para shumë vitesh, unë jam rikthyer dhe e kam ripar të paktën Naruto, ato 270 episode sa janë, e kam ripar nga e para. Edhe më pëlqejnë këto se përveç mesazheve të forta që kanë edhe të humorin idiot pa fund, po kur them nuk ka episod që të kaloj pa ne kështu. Urdhë, shive, këtu sa vjen Kakashi. Bab, me këtë kokës këtu. Te kena bo gjithë. Sa kric, do me thënë mund t'jesh. Sa vjen Kakashi, t'ja javon presorit me fshirësën e drasës. Pyetje. Tashi, përtej kësaj që Naruto vujti pa fund e më thet thashe ku dëgjon për një arsye për një tjetër. A ka vujt më shumë Kakashi, domethënë për brenda se sa Naruto? Po. Kakashi për mua është patjetër. Thjesht këtu nuk ka njeri. Domethënë unë dhe Kishimotos mund t'i kisha dhënë leksion këtu. Aq i fiksuar jam. Rryr drejt. Kakashi ka vujt më shumë nga të gjithë. Pse? Ndryshe nga Naruto që nuk i njohu kurr, ndryshe nga Sasuke që i njohu, por pati dikë që ja vrau prindrit, pati dikë që t'u urrente në fund të ditës. Ku ti drejtonte gishtin dhe e ke ti fajin për këtë ndjenjë që unë kam. Kakashi nuk e pati dot. Pse më kush e vrau ti? Sakumo, i ati, vrau vetën. Ç'pati këtë drejtë? Po, sepse ky theu ligjin e ninjave aso kohë që misioni duhet mbaruar dhe shokët duhet lihen pas. Domethënë misioni është më i rëndësishëm se shokët e tu të luftës. Dhe ai nuk e bëri. Naruto vetëm për shembull. Se Naruto e ka shkel këtë ligjin disa herë, që kalon një ri mbrapa. Po shiko, nuk ishte gjykimi këtu ai sa ç'ishte në kohën e Sakumos. Po kohën verizmi atëherë ishte i ri Sarutobin detyrë, si kishte marrë akoma xhirot. Por trauma që pati me të jatin që vrau veten, sepse ai shkeli ligjin, misioni dështoi dhe ai mbrojti shokët e vet. Trauma që pati me Rinin. I doli përpara mor. Rini plus që nuk mundi do të shpëtonte Obiton. Vdiq dhe Minato. Eksakt, nuk arriti dot ta mbronte kushinën. Sepse detyra e Kakashit ishte që të mbronte kushinën si ambu elit. Dhe ai nuk e mbrojti dot. Pyetje tjetër. Jepi. Tash se do të bombardoj këtë pjesë parë me pyetje se duqë jepi çfarë do zemra. Ta kuptojmë pak më shumë ose më saktë bëhet. Se pjesën e dytë të sherrit që ta dimë. Kur është për Naruto. Tash pyetja ime është kjo. Te Naruto po flas gjithmonë se sot do flasim vetëm për Naruto. Vetëm për Naruto, bro. Shqipudenin herë se sa gjatë. Sa gjatë është. Te Naruto. Kush ka qenë një karakter që është prezantuar te anime për shkakun dhe ti ke ngel? Jepi drejtim. Shiko, Zabuza ta kam thënë Arlini. Përveç se kur doli Orochimaru në skenë që ishte diçka. Pra, unë du një që ti e befasu kur e ke pak e thënë. Do thosha se Naruto mbaron mbas luftës, domethënë që ikën Sasuke. Nga fshati, diçka e tillë këtu mbaron duket. Se se mbaj mend fix. Pra që e merr Jiraiya e trajnon. Kur e merr Jiraiya pra aty mbaron dhe shikojeni fillon fix kur vjen hyp te njëjta antenë ai që vrau i tash. Unë do thosha dalja Orochimaru sken. Ishte villani më perfekt i krijuar deri në atë kohë. Po dhe për mendimin tim edhe shumë më tutje mbas asaj kohe. E di kush më la më kështu, ja harrova emrin tash, po është ai tipi që ndeshet Rocklia Tap. Po, e di për këtu. Ai kockave. Kimimaro, po se. Ai shiça foreshadow i bën, do nëse One Piece mbaj shumë për foreshadow, kupton? Kimimaro është i klanit Otsutsuki, i fundit i mbijetuar i klanit Otsutsuki. Ai është gen më vlla, është geni i këtyre. Jo, është i fundit i mbijetuar i klanit Otsutsuki. Po ku e gjeti Orochimaru këtë? Asun nuk e di kjo gjë, nuk u zhvillu më kurrë.
Po të shikosh ato 2 pikat që kanë këtu. Po. Bravo, kur zbriti Kaguya në tokë, Po. që u dashuru me këtë tipin, këta kishin këto 2. Lanej do biç rrugës. Boni qefen e Kaguya kur ishte to. Po jo, shfrytzoja e qefi. E di kush ka qenë prapi karakter tjetër, se unë se maja me fare Naruton kur e kam bërit pa, thjesht kujtoj Shippuden se atë pjesë kam kapte këto që transmetonin, e kupton, ose mbase pak fund Naruto, por Shippuden pjesën më të madhe që kam pa. Patjetër. Edhe të Naruto që më kalon kështu, domethënë direkt ka fillu questioning myself, ka qenë kur prezantohet Kabuto. Po, edhe ai. Ka mundsi njonin klas 2, po është 15 vjeç. Domethënë logjika, e kupton. Se bonte kështu si damez gjithkohës dhe ndërkohë thash ky nuk ma mori menja kur që të shkonte në atë lloj pike, por ma mori menja që të bëhesh i farë. Jo, unë pata një lloj ideje që do ishte diçka këtu, sepse po edhe deri diku ma hoqi nga dyshimi, sepse duke u bë provime të çunin shumë të fortë, shiko, provimet çunim në atë vit që i ran Narutos dhe grupet vet, ishte ndoshta më i vështirë prej shumë kohësh. Sepse që në provim të parë do të i biki Morino, shefi sigurisë dhe shefi torturave të sigurimit të Konohës. E kupton ti domethënë, i biki letë me vrim është si të. Jo, aty ishte bë vrima kaq sa i tepsi, kupton? Dakor. E kupton, i biki Morino doli si ku ta dion se s'përmendim dot fjalë tash të mëdhaja, e kupton veti. Ja, nxorri hartën e Japonit. Doli po, bravo, Malla Castra, Saranda, Tirana, tani tuti si Peskopia e këtij. Nëse do ketë shi, vërejshi të rëndë shiu. Dolën të motit. Kujdes merrni çadër me vete se i lag. Eksakt, do bëheni gazep. Bravo. Vazhdo tash. I biki vlla, shkoi kapi atë tipin Penin që bënte Samëna. Shkoi Bobi, 4 ambute mbyllën kafaz, doli i biki aty si ku ta diu. Ashtu. Si ashtu. Kupton të torturu Bobin. Si hungry fare. Mirë, shiko, e di çfarë gabimi që bëjnë Pro 2 pylli vdekjes bro. Po gabimi që bëjnë shumica e animeve për shembull, është kjo që në episodet e para ty të prezantojnë karaktere që më mbrapa pas shumë episodesh këta janë super të fortë, por ndërkohë për shembull ti ka rraf Naruto këto në fillim fare. Për shembull, e njëjta gjë ka ndodhur One Piece-i. Dragon Ball ka kështu, që të janë rraf mbrapa, por shumë ka sjell nice me radhën kronologjike. Nëse po të shumë e butë, Dragon Ball ka një gjë për shembull nga Naruto dhe shumë anime nuk e kanë arrit dot ta krijojnë. Solo leveling u mundu ta bënte këtë gjën që bën Naruto, nuk arriti dot. Prap, asnjë anime nuk e ka arrit dot këtë që të krijoj aq shumë skena që ty të mbajnë lidh. Një filler i Narutos, për shembull, po të marr një nga fillerat, përveç asaj që bëjnë para provimit të Konohamaru me këta 2 tjerët. Ndil tem. Bëhet luftë për Thunder Sword, shpatën e Hokages 2, që kontrollonte motin. E kupton domethënë filler një lloj betejë frikshme. Ishte beteja e Soros. Filler ishte teknikisht edhe ai. Po, ore, shikon. Ginkaku me Kinkakun, super personazhe tretësore, hyn mrena dhelpës me bishta, i hongërën stomakun, mish nga stomaku, morën çakrën e dhelpës. E kupton domethënë? Se kuptoj. Jo, ta kuptosh mirë, se ju që jeni mësuar, foli atje. Ju këta që janë mësuar, këta Dragon Ball, ta One Piece-erat, ta që janë mësuar me karamele, nuk e kanë çapën e modhe vlla. Dakor? Se juve ju bit fikët. Po ti nuk e pa në herë të mori Goku patentën zemra. E kuptoj, është out of any kind of logic. E kuptoj. Pastaj fillera këtij Dragon Balli sa dush burr. Po them fillera me peshë më mik. Po more Garlic Junior, shive më burr vetëm sa prezencë, sa aura ka ky, o vlla, e ke deri diku, mos gaboj këtu do të jetë episodi afër 20-s. Po për 15-20. Diçka e tillë. Pra ti për as 2 muaj, pra po ta marrim kështu që jepet javë për javë. 20 bi më shumë. 20 bi 5 muaj. Po më fal. Po ta marrim kështu javë për javë, ti për 5 muaj, pra as për 20 episode ke sken vlla demoni i fshatit Mjegullës, Zabuza, një nga 7 shpatarët legjendar. E kupton ti, të detyru Kakashin të qitë Sharinganin,
Qynë episod 15. Ora, unë jam super dakord me ty, me fol. Pra mo, shiko, ne pritëm 200 episode për... Më gjë pak, nga ndërtimi I karaktereve, që ti jemi realista, për mendimin tim, Naruto është vetmja anime që karakteret I ka marrë me kom tok. Në aspektin që nuk ka bën ndonjë gjë surreale, pra do të thënë jashtë, ja, më fal, episodi 7, moro mik, ky është episodi 8. I ka dhënë, po, okay, I ka dhënë të gjithë atë karakterin e vet, do të thënë është diçka që ne kemi diskutuar më përpara që te Naruto për shembull ti shef jetën e përditshme. E kupton përveç këtyre superfuqive që këto kanë këtë jutsu. Që gjithë kanë jutsu, ta kupton përveç Rock Lee dhe Might Guide, por që karakteri njerëzor pra. Hard work. Po, por që ideja është që po flasim për njerëz që nuk shkojnë për shembull One Piece shkon 5 metra, se po e diskutonin të Shadow Habi herën e kaluar, 5 metra, oh migo. Giganta I Bobi pra. Po pra, po ku, pastaj ke Luffy që është 1.65, 1.75, varet sipas motit, por kur bëhet Gear 3 bëhet dhe I Po. Ha. Eksakt pra, këtë po të them që nuk ka fantazia ishte shfrenume, sepse Naruto ka shumë mesazhe edhe politike brenda. Danzon që unë e urrej që shumë edhe debatuam atëherë edhe me Stine me Tomi. Që nuk është për të urryer. Jo, është për të urryer. Po jo më pse. Unë personalisht, edhe ti atëherë më duket ishe pro kësaj që Danzos duhet urryer. Ora, unë mendoj që shiko, unë mendoj që e para punës, e di si është puna Danzos. Jo urryer, se Jo, okay, më bë kuptos shprehjen. Të ta paralizoj me jetën e përditshme. Hirozeni për shembull është si këta pushtetarët që e ti heqes të bëj gjë. Hirozeni për shembull mund ta paralizojë me këtë Barack Obamën, nëse do flasim për presidentet amerikanë ose me Bushin. Mos bëj paralizime të tilla dhe jo, mos shikoj gjëra sipërfaqësore. Po ta them pra Hirozeni ishte edhe ti heqes të bëj gjë. Kupton çfarë dorë burimi është ti e puj. Edhe Danzo është si Danon, që kupton deri në një far pike mori në kontroll se Danzo ishte literalisht siç është Sasuke sot. Working underground. E kupton? Domethënë është që ajo shpreha polici mirë, polici keq. E kupton? Hirozeni ishte polici mirë. Po Hirozeni harroi të vishte uniformën e asaj që kishte dhe Danzo detyroi që të bënte dy punë, le të bënte edhe të mirin dhe të keqin. Plus duhet japim meritën disa karaktereve shok. Ore, unë nuk jam dakord me ato që Danzo bonin via trasha. A ja vlente me vrat gjithë fisin e uqijeve? Jo. Për më tepër çonte Itachi ti vrisë, se mund çonte 100.000 të tjerë. Pavarësisht se Itachi ishte shumë mund çonte atë Kakashin, I vriste. Ti Kakashi ti hante Sharinganin atyre. O plako, po tani ata ran super dakord që Itachi. Ti e kupton që Fugaku e detektoi Itachin që 2 ditë para se çfarë do bote? Po normal më burse ata e dinin shumë mirë që po ngriheshin kundra diçkaje. Ai vet nuk ishte dakord me këtë gjë, po thjesht sepse masa e klanit po tentonte të bënte diçka, pse a nisi gjithë nga Shisui? Jo, pse nisi nga Shisui? Sepse Shisui ishte zëri I parë që doli kundra këtyre, pastaj dhe Itachi u bashku ideologjisë që Shisui kishte. Shisui u kundërvua dhe klanit Uchiha. Po pra, dakord, të dyve I tha që okay, sepse klani Uchiha ishte pjesë e Konohas. Po, ishin polis, do me thënë, shiko, ju dha ajo detyrë se nuk është se kishin pas. Unë mendoj edhe këtë pjesën tjetër filloi debati para. E di si është puna e klanit Uchiha me Konohën, po të bëjë një paralizim të shusi territore, siç jemi ne me Kosovën. Dakord? Pra ata kanë një qeverisje të vete, por quhen pjesë të Konohas, pavarësisht se ata ishin territorin vete. Original. Po, okay, dakord. Ose siç mund thua çamëria sot. Futja si duash, domethënë që këte thon kështu, këte ashtu, nuk ka rëndësi, nuk po e fus nga ana politike. Por Uchihat po kërkonin të rebeloheshin sepse ishin transferuar në fund qytetit në geto, dakord? Ishin dhënë 16 detyra e policisë, po nuk po kryen një funksion shumë I madh sepse ishte kohë paqeje. Dakord? Nuk kishin filluar luftrat akoma. Dhe një gjë tjetër që thu për Hiruzenin ti që harroi të vishte rrobën. Hiruzeni vlla e la detyrën shumë kohë më përpara, që kur ishte akoma I ri. Po mirë valla. Por për ai shkosa nuk doli. Zgjidhin tjetër më amigo pse nuk kishte Nuk kishte asnjë tjetër akoma aq të Zotin, sa të mund të merrte detyrën e Hokages. Jiraiya, hello. Jiraiya ishte akoma qyrs.
në atë kohë. E kishte morë titullin Sanin, po ishte akoma i qyrs, miku im. Dhe shuvranë për nga fshati Gurit atëherë në shpellë, që deshte me vrarë Çimaro. Të ta bëj një pyetje shumë idiote. Kush e stërviti Minatën? Kush e stërviti Minatën? Gjiraja, miku im. Por Minato ishte talent, që se do të dish. Minato ishte talent, ishte i vetmi që mësoi Rasenganin në më pak se 3 javë, në më pak se 1 muaj diçka e tillë. Ja thot Gjiraja vetë Naruto sa e mësoi Rasenganin për 4 javë. Dhe tha kjo e mësoi për 1. Minato e masterizoi dhe bëni diçka tjetër. Kush e shpikur Rasengan? Gjiraja ka shpikur Rasenganin. Si e shpikun fillim fare? Si u shpik Rasenganin? Forma bazike për rrethore. Gjithsecili prej këtyre miku tem e ka evoluar. E kupton? Patjetër. Edhe Rasengan ishte të ato lëvizjet me si ato letrat që tu më kapin me 3 hyje. Shiko pak. Rasenganin për shembull Minato bëri këtë për parimin e Rasenganit që bëri Jai Rasengan. Po Rasenganin e madh e krijoi Minato. Pra domethënë duke konsoliduar një sasi pak më të madhe të çakre, ai krijoi Giant Rasengan, që më pas e bëri edhe Naruto. Më vonë e bën edhe Jiraiya. Naruto ka bërë libër për Rasenganët, Naruto pastaj krijoi Rasen Shurikenin, krijoi këto Rasen Shurikenat e tjerë me Tail Bisa, Mini Rasen Shuriken. Pra specialtia e Narutos ishte Rasen Shurikenin, shkurt. Ai ishte. Siç ka Boruto për shembull tash edhe Invisible. Po. Në bazë të çakrës. Po ideja është që gabimisht ta kanë shpik gjona të tjera që nuk i dinin. Për shembull Boruto e shpiku gabimisht edhe se dinte. Patjetër pra. Po flas gjithmonë për atë Boruton të filmi. E di. Pastaj çka ka bën mbrapa. E kuptoj. Por për sa i përket pjesës së Danzos, zgjodhi metodën më të keqe. Kishim kaluar nga koha e Madarës, ku Madara thjesht se e pa një fëmijë shtremur në rrugu, trema i fëmijë nga Madara, Madarës ju thyr gjoksi këtu përmes, dakor, që bosi vlonjat me vrim, edhe shkoi i ra gjithë katunit, gjithë Konohës. Kishte ndryshu kohët. Me Fugaku ti mund të haje e kupton që Fugaku kishte Mangekyo aq fort sa mund të arrinte të kontrollonte Nine Tailsin. E kupton? Po ta kishte gjetë del për me bisha, domethënë t'ja kishte dhënë kapllojqe, jo ta kishte gjetë se kishte Naruto. Në atë kohë, i kishte shku Naruto se kishte pa drejtë më sy, kishte thonë ai më shifin sy këtu mu. Kabum. Siç ja bëi. Po më si ka mundësi se këto shikoj, këto janë e di si janë këto janë. Si çat merri ke këtu. Që të kjo episodi jemi diku te episodi 11. Po, tregon torturën që i kam peshkatarit. Ja, tash jemi te 12. Këtu kemi kujtuar gjithë se ishte gocë, by the way. Pa përjashtim. Nëse ideja është që Fugaku, nëse ishte kaq i fortë, se e di si është këto janë si këto personazhe që nga 1000 episode anime dalin gjysmë episodi, 2 minuta, vdesin edhe ne krijojmë gjithë ato ide tona kokë super i fortë edhe për shisuin tani një gjë kë. Pse ja mori sy un Danza valla kur ishte aq i fortë. Ma shpjegoj më te. O Elmu, mos e ngatroj gjën. I taçi ishte 20 vjet me kancer gjiri. Po, me kancer prostate. Se na bone kot tash. U Elmu pra ju dhan bombat e tymit me helm aty u plasën 220 bomba. A që kishte range dhe i shkreti se 15 vjeç ishte. Pavarësisht se talent, po 15 vjeç. 15 vite të shkreta kishte kurriz. Unë mendoj që këta autorët, se ne futemi shumë thella para syje, këta autorët i bojnë ca karaktere, vetëm që ti dush edhe të rrisja të kurrëshin të majtë. Janë dhe fishbait saktore. Shive vëlla çfarë do bëj tash, do dali filmi Minatos, për gjithë që se dini tetor nëntor del filmi Minatos, është bën nga fansat manga, e ka marrë ky mreti që ka shkruajt Naruto dhe ka thonë po vëlla e kam aprovuar me ca ndryshime të vogla, do dali masterpiece. Është surprizë për gjithë që të ndodhi, sepse manga e asaj është bën nga fansat, manga është ndryshuar 30-40% plus minus storyline-i, se ku, se si, se pse, se çfarë janë këto tjerët, nëse dim, po presim ta shikojmë në kinema më prit. Si po pres, vëlla.
mezi po pres dhe uroj që kishim motë të ketë botë ca sqarime të kjo gjëja. Do më thëmë pra këtë Imagjino ta ketë bëjë 10 minuta film. Jo, po them, ideja është ta ketë sqaru për shembull, sepse shiko diçka, për Minatun thuhet se është djali i Cunadës. Kush e thon këto? Jo, ja ta shpjegoj dhe bën shumë sens si logjik, pra dhe si teori, sepse vetëm dikush nga fisi Senxhu mund të trashëgoj legësin e Ashurës. Dhe vetëm një nga klani Uchiha mund të trashëgoj legësin e fisit, domethënë të Indrës. Pra që bën një sens, Kushina nuk ishte Senxhu. Minato e ka mbiemrin Namikaze. So, bravo. Klani Namikaze nuk ka asnjë lloj të dhëne. Kjo është e bukur, është enigëm. Eksakt. Pra mund të jetë probabiliteti. Ka marrë emrin e plagës tu? Probabiliteti, jo, mund të jetë një mbiemër fiction. I plagut më. Po nuk e di, mund të jetë një mbiemër fiction. Po fiction. mirë, pra ka Tsuna, o vlla. Patjetër, por Naruto gjithsesi duhet të ketë gjak Senxhu që të trashëgojë vullnetin e Indrës. Po plaku është Namikaze. E kupto, Tsunade është Senxhu. Po mirë më tash s'po diskutojmë kush është plaku, nona dihet vllai, gjithmonë. Po kërshon, po nona dihet. Po s'dihet për nona, jo po ideja, jo po leva, jo po X-i. E di çfarë them unë? Që t'i japim edhe kësaj çik para, e kupton, sa lëm tu live, bëhemi publicitet. Eksakt. Thehemi shumë shpejt. Ta çojmë ai orë këtë tjetër se e di që smaron. Jo. Ha? Super. Vim shpejt edhe se mos erdhëm prap, tash këtu te kjo pjesa e shkurtër publicitetit. Dhe më te pjesa më e bukur. Po më rriher mos më foli herë se e kam hallin vet. Ideja është shifni çik tek këtu. Nuk dallohet nga larg, po ja, se e qisum plan, ma galo planin te Babuçi, se e kemi bo, nuk kena marrë Naruto, dakor, se ka aq shumë kërkesë, kolega. Ta boni mirë. Na bokot. Është premium quality. Dakor? Originale japoneze, ja kam thonë dhe ke episodi i Shadow Clone-it, që ka era deri te tekstura. Dakor? Po t'ja prekësh të duket me vërtet sikur ka vesh rrobë. Dakor? Është super hard, as nuk thyet as i gjë. Tash po e hodhët nga 15 kaç. Bëni sqarim. Nuk është nga këto 3D printed, e kuptoj, janë këto old school-at që janë bërë tamam, që gjithmonë bëjnë lek për tu prodhuar. Nëse përveç atyre, Japanese Square, do ju dali Instagrami këtu. Edhe pastaj nga këtu do e nxjerr edhe herë këtu lart. Taka. A kuptoj, ti do dali Instagramin e Madonna për çfarë? Po, ja mirë. Zirre ku do të nxjerr Instagramin. Ja mirë. Ta vedhom këtu sipër ta. Bëj logo. Bëj logo fap. Tak. Ashtu. Kështu që jepini drejtim, lëshë do e bëj vetë reklamën. Sapo von lek për këtë ditë. Jepini drejtim, shkoni te Japanese Square store që janë këto në Instagrami, kështu, ka ca gjona tomla të bukura dhe jo vetëm figurina, se ka dhe me rezin 2D që prap janë super, ka në me drita, çere s'ka, mjafton që ju të keni dëshirën të gjeni atë që ju doni. Vin pa fund, edhe vin originale japoneze, që ka një aromë. Oh, mon ami. Tregoj pak aromën lutem. Ramen e kanë. Ikëm. Tash erdhëm te ke lufta. Dritohuni kanë ardhur te lufta. Tash unë jam komplet kundra ideologjive të ti mretit këtej, e kuptoni? Por që si rrije i urt aty, do e them se rri i urt se. Ço bim dakord? Nuk bim dakord. Por që për më shumë detaje rri këtu, shif që do bëhet. Qofse je fan si Narutos, na komento pastaj a je dakord me mu, apo je dakord me këtë tjetrin këtej. Hajde, inshallah. Plasa ideologjike. Tash do e fillojmë këtu. Jemi ke çunin. Jemi te egzemi, te ushtrimet, te provat, te provimet te provimet e lirimit. Jemi sezon qershor. Eksakt. A kupton? Edhe ty o lat prezantohen karakteret e reja, si Neji, si Rock Lee, që kishe parë shumë pak ose fare, si shumë të tjerë, Gaara. Tani,
shkurt fare, ndeshja më e bukur, po flas prej fillimit deri në fund që ti ke pas këtu te këto. Jepi. Ndeshja më e bukur tu ishte Roklia kundër Garës. Pse më valla? Ora unë se kuptoj, pse njerëzit vetëm sa I hoqi ato pesha dhe s'kishte asnjë lloj ability tjetër siç kishin këta, po thjesht taijutsu, edhe e bon ishte super underdog tash Roklia kundrejt Garës që e bën kaq kështu apo si super underdog ishte, dakord? Dhe po shikonim diçka që Roklia, mos harro Rafi Sasuke me Sharingan para se të vishim këtu. Para përgatitjes. Po s'pas ka qenë underdog pra. Po prishim pritër. Çe po prishim? Or miku im, po I jepshe, po e fushe ku ta diu një fosh një zë, pra një rob që nuk ka as ninjutsu, as summoning, genjutsu, çdo lloj gjë. Çdo gjë me jutsu përveç tajt. Në një kafaz luani I etur për gjak. Ore, unë se kuptoj, o vlla, më underdog se Naruto këtu nuk ka pas asnjë tjetër. Po Naruto vetëm kur çmenesh e merrte në kontroll dhël për më burr, se kështu ka qenë. Çfarë thua më Naruto e Rafi kipën tu I bë pordhën unë? Ço më kjo? Terezi kraso neshën e Narutos me Kibën me neshën e Roklis me Garën, seriozisht e ke të di më shumë IQ se kaq koleg. O vlla, Naruto me Kibën nuk ta llogaris fare si Neji. Un po flas Naruto me Nejin. Ore mos shko te provimi I tretë, valla, po rrim te I dyti. Apo rrim ke dyshi. Un po them gjithë më vlla, the eternal thing. E di kush është do të them pjesa më pik e gjithë provimeve? E di. E di. Ha me që e di. Kur Gara thot, "Gja!" Jo. Po kush pra? Jo, valla. Ajo është thjesht skrim, okay, t'jep ca goosebumps. Po ndeshje po flas më gjithë. Ti ke zotëri I dashur Naruto shkon ndalon Orochimaron ke pylli, dakord me 2 kunaj dhe I thot Sasukes, të njëjtën gjë që I tha Sasuke Narutos kur ishim me Zabuzën. Që I thot nuk arriti të prekte, u tregove si lepur. Se Sasuke kur I erdhi e I pitoni përpara syve, I mushi Sasukea. Dakord? Edhe erdhi Naruto. Dakord, ore. Sa maj e dhëmbit të ati pitonit. Duhet kuptosh diçka. E para punës herë, Naruto është idiot, nuk logjikonte aq shumë se kishte sensin e frikës akoma. Nuk kuptonte rrezikun që po I vinte, thjesht mendonte që valla unë do shkoj të bi sepse ky po mprek shokët që kishte Naruto si gjithmonë. Eksakt. This is my ninja's way. Kupton, nuk mendonte në asnjë lloj momenti që ore edhe mund të vdesëm këtu, kupton, ndodh. Që ky Orochimaru se që shpak sanine, kuptosh të... Nuk e dinte njeri kush ishte ajo. Nuk e dinte njeri kush ishte. Përveç Kakashit që e kapi të kjo skena që jemi këtu, dakor, se dhe Kakashi dhiu në brek aty. Kupton? Aktivizoi direkte Sharingan edhe Chidori. Ore, unë jam dakord me ty, po të them që Naruto vepronte pa menduar, pa e futte në kokë. Që lidhje ka? A I thjesht boni pakt me dhejl për atë moment, më jep çik çakra ti bi Nejit, se po më bë pordh. Dakor, dhe më rafi këtë shoqen më përpara. Edhe kaq. Disa I plaste për Hinatën e ti. Si plaste për Hinatën, më se a fot katësh. Naruto si plaste për gjithë aty. O vlla, mirë, I plaste për gjithë, isoj pra, kurse I plaste më shumë për Hinatën. Çfarë lidhje ka me Hinatën, sepse Hinata ishte më e brisht, më kështu si fëminore dhe kisha të ndjenjën e brisht, po sot e bo zapa jo? Të vdesë. Sot I ka mërë tejlat në dorë. Atë keqen, edhe bishtat. Kjo është e beteja më e pavlerë këtu, me distyre të dyjave, që nuk ishte pikë lidhje. Po kam e pyetje valla. Për shembull, si thot Naruto Kurama, smylli çik syt të shit lutem. Don't switch. Tag team championship vlla, të I dhon dorën. Hajde, paf. E di kush është tjetra. Ti I thon Hinata, pse vetëm kaqe? Edhe ai I thot, Byron Mode. Lutem, më jep pak nga çakra jote se I ke marroj. Help me please. Prit se po bëhemi verdh tash. I kuq për çaj verdh. I kuq ishte më vonë se dita ai. Te kishte rujt Kurama për ditë zezat.
Ty i thon Kurama po bollo burr ditë për ditë na çmena. Na çmena, burr. Na limin flemë ose na hoqë trunin. Kurama me shkop, si bro, Arnolder, Po kur e mendon dhe kjo Ino për shembull nuk e di pse nuk evoloi si karakter, se kjo ka pas super ability vëlla merrte, domethënë nëse kjo da e çonte në atë lloj niveli kët ability-n që raca kësaj kishte, kjo mund të merrte kontroll dhe Madar në everyone. Duket e pamundur, është e pamundur, por që mund të bëj. E kupton nëse kjo do stërvit, po flas kur u rrit atëherë. Nuk besoj te Ino, nuk besoj se mund ndodhte kjo gjë. O vlla, kur u bë Sakura, kur u bë Sakura u stërvit pra me Tsunadën, vazhdoi legacy-n e Tsunadës, ishin destined këta vlla. Ishin të destinuar Naruto, Sasuke dhe Sakura të bëshin 3 saninët e ri pas hartësit. Sepse edhe Ino u trajnu me Tsunadën. U trajnu pra po si dha. Vetëm në healing jutsu, kaq. Nuk u trajnu në power. Ore tani, pyetja ime është kjo, se duhet pak shumë. A mendon ti se Gara për shembull meritonte hype-in që kishte kur u prezantu në fillim fare, vetë bë super karakter, super të fortë, i dhan shumë se është pak për të diskutuar, kupton se ty se mos ta meritonte. Gara kishte bërë vrasje masive që në vegjeli, kur them vegjeli, mosha 1 vjeç, 2 vjeç. Gara apo Shukaku se? Gara, bro. Dakord? Se ka diferencë. Se Gara në krahasim me Naruto, për shembull, Gara e kontrollonte at some point Shukakun derisa i dilte vetja jashtë kontrollit. Kontrollonte, rëra e mbronte. I dilte vetja jashtë kontrollit. Në rast se në rast se mos e ngatroj gjërat. Në rast se Jinchuriki i një bishe vdes edhe bisha vdes bashkë me të. Dhe kështu prishej balanca. Kështu që Shukaku e mbronte Garën me rërën. Mos ta ngatrojmë këtë gjë. Gara nuk e kontrollonte Shukakun dot. Dakord, po prap kishte më shumë kontroll ose ishte më shumë i njohur me Shukakun se sa ishte Naruto. Gara kishte plakun 1-2 aty vllai që i rrite që ka mbi kokë se mos po zgjohet Shukaku. Dhe mos harrojmë gjë, vula që kishte Gara nuk krahasohej me vulën që u bë Narutos. Dakord, po prap shiko, logjika është e thjesht. Gara e dinte shumë më shumë për Tail Beast-at, domethënë se si ata funksiononin, se sa ç'dinte Naruto. Naruto ishte idiot komplet, ose kishte haberin fare, thjesht e dinte që ishte gjë e keqe, mos e prek. Po pra, okay, po Kurama kishte rënë letargji aty. Shukaku për zotin 1-2 dështe me dal, ishte kështu betlëviz. O vlla, po kishte diferencë më burr se çdo për disa shton shumë pak, po çdo Tail Beast kishte atë karakterin e vet, a kupton? Dhe Kurama ishte shumë savage, shumë egoist. Plus që Kurama ishte trajtuar shumë herë më keq se si u trajtuan këta tjerë, a kupton? Se Kurama për shembull ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes sepse ishte e para më e vështirë për të kapur, ishte logjikisht më i forti, edhe e dyta ishte gjithmonë ai target i parë se për të tjerët heste me idenë që Shukakun e ka vëlla se i bish ka qa. E kupton? Shukaku mo. E kupton ose ai që ishte i Son Goku, që ishte 4 bishta, por se ai kishte ato ability të veta, apo ku diun që ishin ca flutra e ca Merimona të tjera, kot pa lidhje. Vetëm ai Octapodi ishte deri diku at some point i fort, që mund po çfarë ai e humbi Brinin, shkoi i rar, ai Kaguya tretja boni Brinin kështu për fildish. Po mirë, nuk është se ata ishin impossible to beat, e kupton? Thjesht hype, domethënë thjesht fuqia që këta i kishin dhënë ose prioriteti që i dhanë Nine Tailsit, që i dhanë Kuramës, krahasim me këtyre të tjerët, ishte shumë më lart. Sikur këtyre, domethënë sikur Nine Tailsi ishte literalisht Super Saiyan, edhe Shukaku ishte Të lutem mos i krahaso Tail Beast-at me këto emra të rëndom. Të lutem, se janë shumë basic për këtë mrekullin këtu. Please, lutem. Janë shumë low cost para kësaj. Janë si produkt temu me produkte kupton të shenjit. Çfarë shenjë më valla, ne Prada, ne Louis Vuitton. Të lutem. Herë tjetër pak më kujdes, koleg. Ka sa po të lutem, kujdes. Ma boni pak mute këte kur flet këtu tash. E kuptoj që thotë Tail Beast sot janë Louis Vuitton dhe Goku Super Saiyan është temë.
Po, hi ka burë se pritëm 110 episode për me dalë Goku Super Saiyan, pra pritëm ideja deri sa ndodhi, që të thosh më ki urra, ndërkohë ti e ki Cube-in të delë që në episodi 20, dhe qa ka Cube-in? Po vlla, e kupton ti, ore, shiko, që t'ju asqaroj juve edhe këti zotnisë si artist. E para punës, kur u bo Goku Super Saiyani, ishte, si me thonë, kur Naruto u bo Six Path, e kupton Final Form, e ku t'i gjonë. Po, koleg, po. Po, ajo për se Naruto, e ti ku shte bukra. Shikoni çfarë ndodh të nderuar njerëz. Të gjithë këta kur bëhen të fortë, siç kryejnë një aura të verdha, kupton kështu fap shëndrim. Ku e kanë kopjuar? Nuk është kopju ajo, e verdha të ndihmon që bësh diferencën te manga. Ore po e Sasuke më që është antagonisti e ka Leila më se çkujton një kështu gatikan. Këtë kujton Sasuke e Leila s'ka pik lidhje me atë të Vegjitës, valla. Çe ngjyre ka Susano? Susano ka 5 lloje ngjyrash valla. Deri tashi. Edhe Vegeta ka 5 lloje lëvizje. Kush më? M'fal, kur ka dalë versioni blu? Njoni. Kur ka dalë versioni blu Super Saiyanit? Ku ka blu të Naruto, po na heq truni. Susano i Madares është blu. Chakra e Madara, chakra është blu. Si doli Ultra Instincti në fillim, dakord, me qa aure, transformimi blu me çfarë aure doli, cila është ngjyra e chakrës, koleg? Tu Bacliku ta prejo fjalën, Cila është ngjyra e aurës? Dragon Ball ndërkohë ka shpika aurën, flasin këta për aurën. Ai. Ore ju seriozisht, janë thjesht, o vlla, chakra dhe chia janë një të gjë. E para punës është ki dhe jo chi, se chi është janë ato farat. E para jo chia janë ato. Sipas te jemi të thoshim kia. Po kjo është ki e para punës, e dyta, duhet më thoni diçka. A ka drejt kë? Ktheje shiko kamerën të lutem. Që menon se Naruto e gjithë to budalliqe që tha përpara? Apo Dragon Balli ka Dragon Balli është shumë childish dhe adoleshent, është aventur, është qef, është gallat, ka mesazhe të bukura patjetër, disa, por nuk krahasohet. Nëse do marrësh një eksperiencë jetësore, mesazhe kamerën këtu, apo ka sapo. Nëse do marrësh mesazhe jetësore vëlla dhe të ecësh një jetë, bosh robi hajrit jo gjysmok si ky. Dakor, bravo. Shifni Naruto, Dragon Ballin shifni për qef në kohën e lirë. Dakor? Ngjojeni çfarë. Jo, ngjojeni më të mollën se diçka. Ore, unë jam dakord, jam por mos e ligjo plagut, po llafim po. Ashtu. Kush është më i madh? Kush është më i madh? Ore, po them ata. Shiko, tash ideja është këtu, që ta vendosim se do dalim prapë te Naruto, se do të kundërshtoj. Shiko, Naruto ka disa shprehje, okay. Ka kopju diku, jo ka kopju, po ka marrë diçka diku te anime të tjera më përpara, se gjitha kështu vinë, se pastaj keni edhe My Hero Academia që jo kopjoi. Po edhe intron e parë që boni fiksi Naruto. Po kjo nuk ka vlerë me u diskutu fare, domethënë si gjë. Nëse ky zotni a thotë Naruto një rritore, dakord jam unë. Ka mesazhe super të forta, do të kesh i fare, do ta kesh të bërthamën i fije, se nuk kërkon jo çdo rob që shef e kupton. Por nga ana tjetër nuk mund të thush dot që s'ka Dragon Balli mesazhe. Ore, kuptoj. S'të thashun që s'ka mesazhe. Po nuk ka krahasim sa Naruto kurr, asnjë anime. Paktën unë kam pa shumë anime, jo shumë. Dragon Balli është e vërtet që ka shumë më pak karaktere se çka Naruto, ka shumë më pak personalitete se çka Naruto, por në qendër të gjithë gjës, po ta kesh vënë re, personazhet kryesore si antagonisti, si protagonisti, gjeje se ku janë kopjuar, ose janë bazuar, se nuk mund të shkopju. Për shembull, ti ke Gokun është childish, është idiot, e kupton? Nuk e di, nëse. Pastaj e ke Gokun që është super i sinqert, pure heart, ishte i vetmi që mund të hypte res. Aq pastër e kishte shpirtin. E kupton? Kjo gjë s'ndodh te Naruto. Naruto të krijon Nerojutsu ti. Më perverse s'ka. Po, ore, dakord të burë se ka, shiko, kanë fut të njëjtat gjona këtë te One Piece që Luffy është idiot, e kupton, unë po të marrë në vija trash. Po ta marrim kopimin, ka kopju One Piece nga Dragon Balli, jo Naruto. Pse më Naruto si ta ka bë si karakter? Ata ka bë pure heartit, ata ka bë idiot. Ta ka bë sinqert.
Po pra pure hearted i sinqert është o migo, pure hearted do thotë që ti nuk e di, je aq naiv sa që nuk di të gënjesh, ti nuk di të mashtrosh. Naruto i di të gjitha këto më valla. Goku s'kishte thyj pjat një vet, domethënë me koshiencë. Nuk e dite që kishte bile. Goku, nuk e dite për çfarë ishte. Dakor? Naruto shkot del aty me femra burr. Ku më burr del? Po seksi jutsu më burr mos t'ja luj fenë vlla. O vlla, Naruto edhe kur u martu me zor. Se nuk e dinte se ç'a ishte. Tjetër muhabet se ç'a bohej. Po pse bonte? Mos ta ngatrojmë. Mos ta ngatrojmë ishte thjesht i turpshëm. Seksi jutsu që bonte Naruto ishte më shumë ironizimi këtyre perversave. Njëjtën gjë vlla, bo dhe Goku me Krillinin. Po ta kesh patë Dragon Balli, jo te Z-ja. Dragon Balli, Goku i thot Krillinit që Roshi vdes për këto revistat me femrat nudo. Edhe Krillini i thot, i thot Krillin, qofse ti do që ky të pranoje ty si student, sillin nga këto dhe e ke të vdek me dorë një. Edhe të dy si idiot shkojnë i vjedhin, edhe vin dhe ja japin dhe i thot, po i thot, të pranojmë. E kupto? E kishte këtë o vlla, të tregon më ti perversitet, po shkoi ra bul mos e di ku thuhet. Po pikërisht pra se dinte as pas ke bile. E kupton? Naruto vlla. Jo, nuk tha atë, ai tha ku i ke topet. Më raft pika mu. Se kje tham kanë hum topet, i tha ku i ke tha. E pra. Po mirë pra se shiko, po flasim për diçka që Dragon Ball është bot 82-shin më burr. Nuk, domethënë kishte aq shumë ku digjon, aq shumë tabu atëherë, jo vetëm në Japoni, po Janë 82-shin. 82-shin ka filluar Dragon Balli. Se më 86-ën ka filluar Z-ja. Okay. 4 vite diferenca. Po nëse 82, 80, 85 pak rëndësi, 85 ka shanse se si jep 80 më. Si jep do 200 episode. Vite 80. Nëse ideja është atëherë tabuja ka qenë shumë herë më e madhe se minimalisht ka qenë 2 dekada diferenca, kupton çfarë po them? Pastaj filloi të u thye burr, 2000-shin filloi të dalë edhe këto. E kupton, dolën më haptazi. Kështu që do kishte edhe seksi jutsu dhe më the thashe ku digjon. Ti dhe ka më po ai Bobi kur e ka lançuar 2002-shin, nuk e ka nis para jave ta shkruaj edhe. Po jo, ai ka nis diku, por ne po them që ai ka pa vite me radh anime të tjera ose manga. Të tregoj unë për shembull ty bazim tjetër, një pjesë e personazheve në Naruto janë personazhe real. 3 aninat legjendare janë vërtet real. Personazhe mitologjia real. Mitologji dhe real janë dy gjëra tjera, se edhe Goku nga ana tjetër bazohet në diçka reale, prap mitologji. 3 aninët kanë bazë reale në mitologji. Pra nuk janë fiction të krijuar nga autori. Jam dakord edhe chakra edhe kia që të dyja janë në budizëm, të dyja përmenden si gjë. Jam shumë dakord. Nine Gates i herë që është e shkruajtur nga fillimi deri në fund. 8, çfarë rëndësie ka? Po nëse po të flas që është e shkruajtur nga fillimi deri në fund. Jam dakord me ty që Naruto ka më shumë karaktere, ka më shumë personalitete, ka më shumë thënie për jetën që janë filozofike, por kur vjen puna, po flasim që Naruto ty t'jep thënie. A kupton? Të prezanton jetën e përditshme në një mënyrë indirekte, të prezanton gjatë gjithë kohës luftën për pushtet, apo jo? A kupton? Të prezanton gjatë gjithë kohës shoqërinë, friendship, si duhet cilesh me shokët, ta futën, ti sillo mirë prapë, do kthej faqen tjetër, të prezanton karakteret negative ose villain, siç i thon këto, por që te Naruto asnjëri nuk është villain. A kupton që nga fillimi deri në fund, as Danzo që thotë ti. Ha debat. Thjesht ka karaktere që kanë personalitete të ndryshme që nga mënyra se si këta e perceptojnë atë që duan, është ndryshe. I gjithë qëllimi i Dragon Ballit është ruajtja e paqes, që bota të jetë në paqe. Cili është i gjithë qëllimi i Narutos? Same është dhe këtu. Cili është? Paqja në botë. Këtë kanë të gjitha animet. E njëjta gjë ka dhe One Piece. Kjo nuk e shpiku Toriyama. Kjo është një ideologji që ka ekzistuar që nga zanafilla e kohrave. Paqja në botë. Dhe këtë ndjekim të gjithë. Dakor? Harmonia, reciprociteti, reciprociteti, shpike fjalë të re. Hajde, Bob, ç'është reciprociteti? Nëse s'ka rëndësi. Do më thënë, harmonia dhe respektimi i disa rregullave
që na lejojnë gjithë neve të jetojmë në paqe. Kjo është nga zanafilla e kohrave, nuk e shpiku as Toriyama, as Kishimoto, as Oda, as këta tjerë që kanë ardhur para e mrapa. Kjo është mesazhi për gjithë. Bota ka qenë gjithkohës në luftë të vazhdueshme. Gjithkohës. Dhe këto japin pikërisht të lloj mesazhi, po I marr të treja animet edhe kryesore, se Bleach nëse kam pa me gjithse ka lidhje fare beso. Në top 3-shën, domethënë, nuk e di se si I quajnë. Të gjitha këtë mesazh kanë. Të gjitha këtë mesazh kanë. Familja, paqja, harmonia. Ky është mesazhi kryesor që këto japin. Pastaj ke mesazhe të tjera pa fund. A kupto? Te Dragon Balli për shembull ke mesazh tjetër që është mesazhi I mëshirës. Që Po atë po të them që e ka kopjuar Naruto, se s'po kupton thendin, po të ta them që Dragon Balli e ka bë para, pastaj vjen Naruto edhe. Shikoj, Naruto me Goku nuk kanë lidhje vëlla me njëri tjetrin. Si karaktere? Nuk kanë lidhje nuk kanë lidhje. Si karaktere nuk kanë lidhje. Po nuk kanë lidhje pra. Nuk kanë lidhje. Përveç faktit të naivitetit, në ca raste, dakor? Naruto thjesht do të bëhet Hokage. Ka një goal të caktuar. And once I become Hokage, I quit. Po pra, me gjithë qejf të luftuarit. Qëllimi që Naruto ka është... O vlla, Goku ishte idiotë, por mos lyem mend se deshte vetëm me uzon, me luftu, ku ta di unë. Me u bë vetëm më I fort. Naruto vlla deshte thjesht me u bë kryetar bashkia aty, dakor? Edhe okay vlla, ham pensionin gjithë bashk. Ka paqen dynjë. Naruto ishte I qut. Po qa për mo tash ja fut portës kota dhe tia, bur. Don Goku. Nalo. Jepi, ha. Shiko, Goku ishte thjesht shumë naiv. Nuk ishte budalla. E kupton? Se për sa I përket. Mënyra se si. Kalamo, kur rritesh ke bëj hale me shkollë. Ke kalu 35 profesora. Qa idioti e, po Goku s'ka bëj ditë shkollë, më është ditë shkruj. Po çeli dhe ka, pse Naruto e ka kaligrafi më kise Kurama. Naruto e boni shkollë notë, fund fare para se bosh. Thua pra fika mo. Po bë kryetar bashkia dera e boni. Jo, po këtu kishte lapse letë për Dragon Ball s'ka ka pasi gjë me dorë, ai kishte me taç. Po, e vërtet. E kishte me taç edhe. Tok tok. Kluç. Ku kishte kluç aty. Patentën e morë. Kluç këtu ishte vetëm në gjë tjetër, jo taçi telefonit. Ashtu. Ore, dhe I herë që ta sqarojmë. Pa I ka bërë tash, domethënë. Ti do Mirë më da e bëjmë kështu ne. Shiko, Goku si karakter, se nuk po flas specifikisht për Goku, se Goku është idiot, e kupton? Marrim lufën. Pa lemër, mos I përzim, I ka këto jashtë, janë me këto eliqe. Luffy është idiot fare burr. Ha pra. Luffy është speci në zhdukje. Ha pra. Domethënë, to janë thjesht shumë fikshna për çfarë. Skalla e idiotizmit ka ardhur në rritje, ka qenë Goku, pastaj vjen Naruto, po Naruto I bën 2 klasë shkollë, e kupton? Pastaj vjen Luffy në rritje eksponenciale, nuk ka fund. Po, idiotizm pro max. Po, shiko, nga ana tjetër, ka dhe diçka tjetër që ne e shikojmë kështu, domethënë, këta I kanë bërë kështu si budallëj, po nga këto budallëjt e mira, kupton? Se kur vjen puna te këto mesazhet më të forta, e kupton, këta tre kanë thënë prap. Patjetër. Jam shumë dakord me ty unë. Por puna është diferenca që ti jep, se cila nga animet ka një filozofi në vete. Për shembull, për mua, One Piece I kopjon totalisht Dragon Ballin. Sepse kanë qëndër shoqërinë, dakor? Edhe hajde, okay. Jo, më saktë, di ku është? Është një miksimi të dyjave. Për shembull, Luffy, bravo, më fal se gabimi im. Luffy është miksimi Gokut me Naruto. Pse? Luffy do të jetë mbreti I piratëve. Siç do Naruto të jetë Hokage. Luffy do ndeshet me çdo robë. Po bravo, do të zihet me çdo gjë të bëhet më I fort, which is Goku. Kështu që Oda për mua ka marrë super shumë foreshadow nga këto gjonat e Dragon Ballit dhe One Piece-it. Edhe I ka bë bashk aty gjitha bashk. Po më shoqë, po hajde thuj këtyre. Un kam një ide Erlin. Po. Ta mbyllim te pjesën, e kuptoj dhe të vim me I loj shpejt. Po. I 10 minutë shtamël kështu. U kry. A? Po. Ikëm erdhën. Për ju 10 sekonda është për ne mund të jep çerkore.
Si që ju thamë, tash do vazhdojmë me lojën. Kemi ca letra në Aruda. Drejt ngeci pështënë. Tash janë 6-6. Okej. Mundej përzi që këdej përzi që të mos na binë kështu. Pas shifre. Yes, po shoh. Ashtu. Aha. E ne do t'jep 6 para ty, ose vetë, si dush, 3, 4, 5, 6. 6 ti, 6 tonë. Që do Ma kap një e burë, mjep këtë nga djatha. Do t'i hap, do t'i shoh? Jo. Duhet lartë. Duhet lartë, ashtu. Tashi, unë do e tregoj një këtu te kamera tashi, edhe do të bëj ty Pyetje. 3 pyetje. Pastaj te 4-ta do të më dhënë përgjigje kam gjetë apo jo. Okej. Ana sjell tash gjoja edhe me ty. Okej. Tashi ta tregojmë te kamera. Okej. Okej, po të shifër se do të më pati. Okej, unë do të me pa. Shifeni, inshallah si kam mrapsh. Ja, besoj se kesh Super, parë. e peti? Po, e pash. Këto janë gjithë me Shadiun janë gjithë Naruto, s'janë të Shippuden, janë të vegjël. Pyetja parë është, a është i vogël apo i madh mosh? Duhet ta them mund tash çfarë? Nga për përgjigje pra do të trehim sa. Okej, po, është i vogël mosh. I vogël. A është idiot? Jo. Pyetja fundit. A ka kështu është ndryshe nga tjerët? Po. Ndryshe nga tjerët. Roklia? Ja. Se pas i përgjigj gabimëre. Po çka ka ndryshe nga tjerët kjo më? Është gocë. Po aty ka dhe çuna dhe gota, pse do të thënë po ti je gocë është ndryshe. Ua, qa budallaj. Po ta diun çfarë personifikon ti ndryshe nga Ndryshe tjerë. do thotë si Roklia që është invalid deri diku s'ka taijutsu. Ku ta diun atë çfarë për përzi herë letër para, se më duket ma ke parë të fundit. Jo, se kam pa, pasha zotin. Tregoja kamerës. Okej. Mbyllë sytër. Shpresoj ta kem parë. Parë e kem mrapsh komplet. Super mrapsh. Pyet. Super çëmbra. Tash e kem rregull. Ja ta bëjmë dhe herë. Nëse e pashëm, po Okej. Çun apo gocë? Moshkull. I shëndosh apo i dobët? I dobët. Okej. Qa natyre çakre ka? Ska. Roklia? Jo. Ta shoh. Gaja, sa jo aprova. Edhe unë Rokli s'par, po mëse pyetje gabim. Okej. Tash i dalim të tjetra. Okej. Jepi. Fëmijë po i rrit. Fëmi. A ka kafsh? Po ka. Kiba? Jo, pse u dojgje? Pse u dojgje? Po fëmijë me kafsh vetëm kiba është. Prit mos un kam 3 pyetje. Do të kam 3 kështu. Fëmijë kafsh nuk është kiba. Pak më parë ishte këtu. Po çfarë si e kam? Prit ta mendoj tash. Fëmijë kafsh nuk është kiba. I hanga 3 pyetje, mort jam hangër. Hapëm qatin. Ku ka tjetër fëmijë të këta që po mos është ai, jo, prit. Do të themi buburresa jo. Po jepi përgjigje. Çuan kafsha do valla. Se po të thon kafsh janë gjitha, domethënë. Po është insekta e më, o ti. Futet te kafshët e natyra e kafshëve, Gjitha domethënë futen te këto, mos e. Ai me syze çka ka ai? Gje. A burrame, çka kam bërë çka? Shina. Po janë insekte këto më kafshë. E merri vesh që të bë konfuz me mi hajde se këti radhën. Hajde, tregoj letrën. E pëjmë duket. Jo, pasha zotit. Çun apo gocë? Çun. Po mos bëj një datë pyetje për herë. Po ç'ke alla, di unë se si është. Mirë, Kostum me ngjyra apo pa ngjyra? Do në kështu thjeshta. Me ngjyra të forta apo ngjyra të thjeshta? Varet. Thjeshta. Thjeshta? Ke dhe i pyetje. Bo summoning jutsu? Ja. Roklia. Po ka shumë që s'bëjnë summoning jutsu.
Nejdis bë summoning jutsu. Bën, po. Qa bën Nejdis summoning jutsu? I mut modh. Për qa pra? Roklia është. Ti mos e hiqja ta ashtu se që tjetër. Jo, si shof tjerë. Ti më duket bë me hiqja. Ja ta shkartis prap. Ha. Ja ta heq kët. I herë se këta i gjeta, unë. Jena 1-1. Pa, e petët funit ti? Ja, 2. Po si. Ta ndroj kamerën këtej tash nga vedja ime. Dhe ndro kasapi. Kasapi, ta ndrojnë thash. Gjë nga veshti. Jepi. Mos qenë nga syzë dhe, elegant. Jo, nuk ka shu. Bjond? Ja. Pytje kohë. Si ke pyetje idiote. Ti do të thoshe Naruto këtë radhë Po jo, Bjond është dhe... Minato që se kemi. Edhe Kakashi. Bjond, Me bardha. Bardh. Jo. Do më thëmë Bjond, jo. Nuk futet të gjithë. Nuk futet, okej. Se ty jo thua dhe është dhe Kakashi pastaj. Çun apo gocë? Çun. Sa e vështirë po. Ja. Ti ke gjetë një, Një edhe ti. Edhe unë një po shinën, po. Ka ne kështu sy, lloj syu, e ke përsëri që janë këto me sy? Abillet do thosh. Po, sy. ka. Mos ja kanë shfaros fisin. 3 pyetje kisha. Jo, 2 kanë më Bjond ka sy. Edhe çun apo gocë? Thash çun apo gocën ty? Po. Okej. Sasuke. Ai është. I fort jam. Gati kë? Super gati. Super gati. Shive dhe ti? Pash. Okej. Nga të qafshati është? Qa kam i di? Asa i se di. Okej. Kapilja më. Base e di dhe i, po se di unë. Ja, kapilja, se di tjere si ka. Mi, do t'japi pyetje tjetër. Jo, s'ka problem. Po ishte super hint kjo gjithsesi. Po, e mora vesh, e kapa i gjohën, kokë. S'ka fshat, i sekund. Do më thonë, se dia ka fshat, ajo. Ka butë, është vetëm që s'ka fshat. Po. O ti ke pa, orë hile cak. E bela, kur më bëmë dakor, hiqet letrën. Hiqet e. Ja, urdo, shive këtu. Urdo. Mi jep më këtu, po mos mi trego se kam patë të funit. Mi jep më këtu, të janë një të shi. Që janë duhe tërë? Po. Ti ke parë, kjo është e imja, ma e këto 2 tjera tu se dhe 2 janë. Shi këthe kamerën këte, shizë këtu 10.000 tonë. Shizë këtu. Okej. A është ka fshatë i gjethës? Po. Sa e vështirë bot direkt. Pyetjet parë. A është i modh mosh, do me thënë një fëmi? Po. A është Bjond? Kakashi. Okej. Ta hap, kështu që mos dyshosh. Po. Kthej. Okej. Po ta maj këtu dhe po shoh këtni. Me paska se të s'ke si shef është. Fëmi apo i rritur? Fëmi. Jo. Një sekund. Jo, në e di që s'është Naruto, se Avachik. Për djerë se kujdi. Kemi Naruto dhe? Kena pas letra Naruto? Që Naruto në letër? Po, disa. Nese. Ka qenë të provimet që qunin apo të këto, këshu? Po. Ka bot razirat më dhoja? Të razirat më dhoja? Jo, më ka qenë i qetë, do më dhe një qetë. Dhe se e ka parë përshit. Gara? Po. Hopa! Sa jemi 2-2, 2-2. Muloja te, po s'du ta shoh më atë unë orti. Po du ta shoh vështë se ti prapë. Po muloje, se ka mu radhë për tregu tash. Unë e pash. E pe? E po ktheje. Pashat e tatë këte. I'm sorry. Ashtu. E pa t'ju. E pe ti. Hajde, inshallah. I rritur? Apo më i rritur. Po jo, i rritur do më të shpo ose jo? Direkt Jo. është fëmi. Okej, super. Me qenë? Jo. S'pas ka qenë kiba fare. Bjond? Do në kështu me të verda? Naruto? I keqja. Okej, unë kam një të funit këtu. Me sa di. Ti ke të funit, tregoja të funit lagjës. Okej, edhe tregojmë dhe herë të funit lagjës, se kam parë që mrapsh. Më rregull e kem rregull. Pa, e kam pa.
Çe qeshti legend. Ha. Atëherë, se më fal. Ka gjë se majme. Çuna po gocë? Gocë. Ai gocë. E njofme apo në një kështu që del rrall i ermshën lesh? Po te Naruto ka dalë. Nuk është në këtë që del shumë, domethënë. Nuk del Nuk është fare. atë që domethënë s'është Sakura, nuk është Ino. Kush është gocë tjetër aty? Sa jemi 3-2? Po. Okej. Last chance me mbarazu. Është kështu mësuese? Sensei? Po thum rapat e Shippudeni ti? Jo. Jo. Se mos është, po mendoja Kurenai. Jo. Atëherë. Dhe i të futem qorra, zi, e kam një ide, po. Tenteni? Po. Talë bëthën! O, jam... Imi thjesht 3-3 dhe më kam dhe i letër tjetër. Po pse ke di letër më shumë më unë? Se fillove ty pari. Hajde, inshallah. Inshallah se ke pa. S'kam pa më. Po teknikisht nuk duhet dilçim më shumë se të dy barazim Po se hu me një ti më që se gjete. Jo, jemi 3-3, bro. O vlla, kam këtu 4 letra. Nejse, se kam dhe tu. Jepi. Pyt. Është fshati i Gjethes? Super. Pas këna zgjidh. Si mund mos ishte nga fshati i Gjethes? Da rrezikoj, nuk më intereson fare, vlla, tek pyetje të bëj, është ky o nuk është. A është Kiba? Jo. Edhe sa bën dy pyetje. Fshati i Gjethes nuk është Kiba, Naruto ne kam gjetë, besoj të jenë 2 herë, Kakashi ka hik, Sasuke, ka dalë Sasuke, ka dalë se jetë ti. Apo gjetëm unë. Nëse çfarë e ka. Rritë mos ta rritë. Çfarë pyetje të bëra të parë aty? Ku është fshati i Gjethes? Fshati i Gjethes. Fëmijë nuk është, jo fëmijë është. Spyta për këtë. Spyta është fëmia jo. A është fëmijë? Është. Rrofsh. Qa na bonë. Jepi, het. E lem barazim. Hajde je. E lem remi. Jepi je. Ke 2 milion fëmijë vlla, E jepi. di, atë po mundohem, po bëj si Dr. Strange. Fëmijë fshati i Gjethes. Jepi. Jo Kiba, jo Naruto, jo Sasuke, jo Rock Lee. Ka tjetër. Shpyta çuna po gotë çe idioti. Hinata? Jo. What a drag. O zemra, po ky ka lindje rritur më burr. Po mirë, aty tash ja fut portës kat. Prit. Është my last card. Pas kam letrën tate të fundit të pedisë të bukura. Unë mund ta shoh. Po. Por Jepi. Do ta jap të shoh. Ra i tatshërat. Qa letra. Çun apo got? Çun. I modh apo i vogël mosh? I vogël. I vogël. Qa tipi çakre ka? Si ja kam ide, mos të rekot. E po qa është kjo? Digjet si pyetje pra, okay, po bëj. Bëj tjetër. I shnosht apo i dobët? I dobët. Nuk është dobët. Nuk është çoçi, po të ndihmoj. Ej, kush mund tjetë, Allah? I vogël? Çun, i dobët. Çun edhe i dobët. Kush ka ngel tash, Allah? Ka ngel veç Nexhi, ka ngel Kankuru. Të spyta unë qafshati. Kankuru? Është pyetja e finale? Po. Jo. Barazim. Unë kam tentu të Barazim. Mendoja se ishte Kiba, ty Kiba nuk është bo me plan fare. Jo. Boj gabim kur ndrum letrat. Asja kisha iden që letra ishin. Barazim. Edhe ta kërkoje Kibën. Unë kështu, nuk e di. Me gjithë qenë. Ka po 5 pyetje vetëm për qenin. Të dhej e fshaj qenin. Ma shumë përshgojnë të shi për Kibën.
Ta myllim thu si E myllim, rremi. Shiko, kjo është warm-up i Naruto, se zjarri fillon, domethënë edhe sot pati që kështu po, zjarri vetë Naruto, fillon të Shippudeni, se aty pastaj rriten këta, vjen Jiraiya, Ka Jiraiya. Ka Jiraiya, po vjen tamam edhe vdes. Nice. Po ka më shumë kështu domethënë. Kenderin që ta myllë shtik të emisionit që sa hapa unë putshëm, ti myllë e ronë për herës tjetër. E të vdesu. Se e meriton. Shpreja e Jiraiya se shepike e burgu. Home is where people love. Do thënë, apo ta mbyll me një... Myllë me kështu që dushti. Drag. Se me që mu realizu ëndra, mu pëton, e njerëzit do pyesnin për shembull. So, this was your dream, Naruto Uzumaki. Ikëm, se do filloni pastaj, nuk e di domethënë, shifemi të dielën tjetër.